Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi për shkelje të kushtetutës dhe të rregullores. Pas paraqitjes së dy raporteve me 79 vota kundër, 10 vota pro dhe 0 abstenim, Kuvendi rrëzoi projekt vendimin për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit. Peleshi theksoi se do të bëjë gjithçka për të ofruar Kuvendit të Shqipërisë standardet europiane. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi i një krau politik kundër një krau tjetër. Vetëm në dy seancat e fundit, për shembull, maxhoranca ka folur 291 minuta, kundrejt 439 minuta të opozitës, pra 60% të kohës e ka patur opozita. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarse, nga e cila nuk heqim dot dorë. Nuk është shkelja e rregullores apo kushtetutës. Ajo është vetëm etiketa e përdorur gabim. Sepse rregulloria nuk të lejon të fyesh, të shash, të akuzosh, të bllokosh foltoren, të pengosh fjalën e deputetëve të tjerë, apo të vendosësh të mos zbatosh masat disiplinore. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi se maxhoranca socialiste ka shndërruar parlamentin në një klub që në të cilin nuk ka asnjë rregull, ka vetëm kaos. Niko Peleshin, se si u përpoq me hipokrizin më të madhe të mbroj kolapsin e plot parlamentar që ka krijuar. Ka ndodhur ndonjëherë në historinë e një parlamenti në botë që të kaloj për 28 minuta miratohet kabineti i ri dhe programi i saj? Kur? Ka ndodhur ndonjëherë që në seanca të tëra parlamenti të mbyllet brenda disa minutave dhe ka 2 muaj që ka filluar punën, ka patur vetëm një ditë punë. Vetëm pardje. Apo kur pat ditën e hënë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ta vazhdojnë në një kaos të plot, flasin për qartë, do ta bëjë, thot, Parlamentin Evropian, e dëgjon ti Muhamet apo jo? Se cilë është standardi Evropian në kohë kur Parlamenti ka delinkuent sa çdo burg tjetër i vendit. Partia Demokratike kërkoi shkarkimin e Peleshit me pretendimin se kryetari i Kuvendit shkeli kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit gjatë 2 seancave plenare, ato të datës 16 shtator dhe 18 shtator. Nga ana tjetër, Partia Socialiste theksoi se Peleshi nuk ka kryer shkeljen e kushtetutës.